Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin me ju. Falenderimet tona si gjithmonë janë për Zotin e gjithësisë, ndërsa përshëndetjet tona janë për Zotrinë e njerëzimit, për Muhamedin, familjen, shokët dhe të gjithë ata që e ndjekin rrugën e tij deri në amshim. Sprovat janë pjesë e pandashme e jetës, por sprovat dallojnë nga njëra tjetra. Ka disa sprova nëpërmjet cilave ne pastrohemi nga mëkatet. Për shembull, sprova në shëndet, sprova në humbjen e të afërmve, e sprova të këtilla që nëse ne bëjmë durim, shpërblehemi dhe na falen mëkatet. Por ka dhe sprova të tjera, të cilat janë të rrezikshme. Ato kërcënojnë, atakojnë drejt për drejt vlerat shpirtërore, ato janë rrezik për besimin. Prandaj edhe dietarët musliman, duke filluar nga vet i dërguari i Allahut Muhamedi alayhi salatu wassalam, e deri në ditët e sotme nuk janë dalë së trajtuari këto sprova në mënyrë që ne të mos jemi viktimat tyre. Pra, janë sprova që ne rrezikojmë besimin, janë sprova të rrezikshme, prandaj edhe duhet të kujdesemi dhe ruhemi prej tyre. Ne sot, të nderuar teleshikues, kemi vendosur që para jush të prezantojmë 5 këshilla të një dietari të madh, Imam Dhahabiut, sa i përket mënyrës se si ne mund të mbrohemi dhe të ruhemi nga këto sprova. Imam Dhahabiu, Allahu mëshiroft, ka thënë kësaj: kur të ndodhin sprovat, atëre para mbaju për sunetit Muhamedit alayhi salatu wassalam. E dyta, hersh vazhdimisht. E treta, mos u merr me punë që nuk ke ndonjë interes në të. E katërta, për atë që nuk e ke të qartë, referoju Allahut dhe dërguarit të tij. Dhe e pesta, ndalo dhe thuaj Allahu e di. Pra, janë 5 këshilla të cilat janë të jetë të rëndësishme, siç edhe do të vrej me lenin Allahu te bareke ve teala, nëpërmjet cilave ne në kohë të sprovave arrim që ta ruajmë besimin ton, arrim që ta ruajmë fen ton, arrim që të mos përfshihemi në ato që janë vërtet të rrezikshme. Para se t'i shpjegojmë këto këshilla se si të mbrohemi në kohë të sprovave, të nderuar teleshikues, do doja që t'ju sjell një përmbledhje biografike të këtij dietarit të madh. Imam Dhahabiu, pa asnjë dyshim, është njëri ndër dietarët më të mëdhenj që kanë pasur muslimanët ndonjëherë. Pra, i përket asaj kategorisë së lartë të dietarëve që ka gëzuar nam dhe gëzon respekt edhe sot edhe kësaj dite. Imam Dhahabiu është i njohur më shumë në fushën e hadithit dhe në fushën e historisë islame. Ka lindur në vitin 673 sipas hijretit, ose në vitin 1274 sipas viteve tona. Ka filluar me kërkimin e dijes qysh në moshë të re, dhe si ri është dalluar në mesin e nxënësve për zgjuarsinë e madhe dhe për përkushtimin që ka pasur për dijen. Njëri ndër mësuesit e tij më të njohur ka qenë imami Ibn Taymije. Po kështu ka mësuar edhe nga Ibn Daqiq el-Aidi, që po kështu ka qenë dietar i madh, si dhe nga Bedruddin Ibn Jamaa, që thjesht i përmendën vetëm se emra, ndryshe ka dhe shumë të tjerë që ai ka mësuar prej tyre, madje janë jo në 2 shifror, por janë 3 ose edhe më shumë shifror. Pra, ka marrë mësim nga një numër të jetë i madh i dietarëve. Imami ynë, Imam Dhahabiu, ka qenë ligjërues,
khatib, ka qenë në një xhami, ndërsa ka qenë edhe me termat ton drejtor ose udhëheqës i njerëz prej shkollave më të njohura të hadithit në Damas, shkollës Turbet Ummu Saleh. Pra, ka qenë udhëheqës i kësaj shkolle për një kohë goxha të gjatë. Imam Dhahabiu është autor i një veprash, të cilat edhe sot e kësaj dite vazhdojnë që t'jenë referenca të rëndësishme në fushat e hadithit dhe në fushën e historisë. Është autor i veprës kapitale, Tarihul Islam ose Historia e Islamit, pastaj i veprës Siyer A'lamin Nubala, pastaj i veprës El-Ibar fi Khabari Man Gabar, pastaj i veprës Mizan el-i'tidal fi naqdi ar-rijal, si dhe shumë veprave të tjera që janë vërtet një rëndësie të veçantë. Imam Dhahabiu ka qenë nxënës i një numrit të madh të hoxhallarëve të njohur. E po kështu ka qenë edhe mësues i një numrit të madh të hoxhallarëve. Ka qenë mësues i imamit të njohur, i tefsirologut, imamit Ibn Kathirit. E po kështu edhe i imamit tjetër, Imam Subkit. Imami Ibn Kathiri e ka përshkruar si historiani i Islamit dhe si hoxha i hadithologëve. Pra, e ka ngritur deri në atë shkallë, saqë e ka llogaritur si një historian, si një emër, si një referencë të jashtëzakonshme në fushën e historisë islamit dhe po kështu si një emër dhe referencë e padiskutueshme në fushën e hadithit dhe shkencave të tij. Imami ka vazhduar që deri në moshë të shtyrë të jep mësim dhe të merret me shkenca. Në të vërtet, dikur ka pleqëria, ka filluar që t'i dobësoj shikimi, derisa edhe e ka humbur tërësisht atë. Ka vdekur në vitin 728 sipas hijretit, ose në vitin 1328 sipas viteve tona ose historisë gregoriane. Ky ka qenë imami ynë, Imam Dhahabiu, Allahu e mëshiroft. Të nderuar teleshikues, do doja që para se të fillojmë me shpjegimin e këtyre këshillave të rëndësishme të imamit ton, të bëjmë një përmbledhje rreth asaj se çfarë në të vërtet janë sprovat dhe sa janë të rrezikshme ato. Çfarë na ka mësuar i dashuri ynë Muhamedi alayhi salatu wassalam për këto sprova dhe çfarë kanë thënë të parët tanë. Sprovat për cilat ne po flasim janë sprovat që janë në dy luftim me besimin e njeriut. Pra, janë të rrezikshme, janë të atilla që mund që t'ia vjedhin besimin njeriut. Prandaj janë trajtuar në mënyrë të veçantë dhe këshillat që neve na janë dhënë në hadithet e Muhamedit alayhi salatu wassalam janë të një rëndësie që nuk bën të anashkalohen. Muhamedi alayhi salatu wassalam e para na ka paralajmëruar se këto sprova do të ndodhin. Këto sprova do të vinë. Këto sprova do të ndodhin, prandaj ka kërkuar prej nesh që mënyra se si i trajtojmë të jetë e veçantë. Ka kërkuar prej nesh me fjalë tjera që ne të mos përfshihemi nëse kemi një mundësi të këtillë. Pra, prej nesh nuk kërkohet që ne të bëhemi pjesë e këtyre veçmas me insistimin ton. Përkundrazi, më i miri në këto sprova është ai që qëndron larg e më larg këtyre. Ka thënë Muhamedi alayhi salatu wassalam, innaha satakunu fitan. Vërtet do të ndodhin sprova, do të ndodhin fitne. Ela thumma takunu fitna, al-qa'idu fiha khairun min al-mashi fiha. Venire, do të vjen një sprov, do të ndodh një sprov.
në cilën ai që qëndron ulur është më i mirë se sa ai që ecën drejt saj. Wal mashi fiha khairun min as-sa'i ilayha. Dhe ai që ecën drejt saj është më i mirë se sa ai që nxiton drejt saj. Pra, siç po mund të vrejmë në këtë hadith të Muhamedit alayhis salatu wassalam, prej nesh kërkohet që në parim të mos përfshihemi në këtë sprova. Ai që rri ulur, pra që nuk merret, që nuk bëhet pjesë e tyre, është më i mirë se ai që për ndonjë arsye mund të jetë përfshirë në to. E ai që është përfshirë në to duhet që maksimalisht të largohet prej tyre. Prandaj ai që ecën drejt tyre është më i mirë se sa tjetri që nxiton drejt tyre. Pastaj ka thënë Muhamedi alayhis salatu wassalam, ala fa idha nazalat aw waqa'at faman kana lahu ibil falyalhaq bi ibli. Venere, nëse këto sprova ndodhin, atëherë ai që ka deve, let shkoj pas deveve të tij. Pra, shmanguni prej tyre dhe nëse keni mundësi që qëndroni larg e më larg, madje duke pasur me vete një grup të deveve ose kafshëve, bëjeni këtë. Wa man kanat lahu ghanam falyalhaq bi ghanamihi wa man kanat lahu ard falyalhaq bi ardihi. Ai që nuk ka deve, por ka dele, le të merr delet e tij dhe le të shkojë në male e në kodra dhe le të largohet prej sprovave. Ai që ka tokë, le të merret me tokën e tij, le ta punojë atë, le të largohet prej sprovave. Pra, ajo që kërkohet prej nesh të nderuar teleshikues është që sa të kemi mundësi të mos përfshihemi fare në këto sprova. E nëse përfshihemi, atëherë ta bëjmë të pamundurën që përfshirja të jetë formale, të mos jetë e thellë, të mos jetë me pasoja, dhe po patëm mundësi të largohemi madje duke u marrë me punë që mund të na duken ndoshta të thjeshta, por të cilat në ruajnë besimin tonë. Muhamedi alayhis salatu wassalam në të vërtetë na ka treguar se këto sprova janë, si thuash, serike. Janë të rënda dhe secili epizod i tyre, nëse mund t'i quaj kësaj, është më i rrezikshëm, është më i ashpër se epizodi paraprak. Prandaj ka thënë që ne të bëjmë durim, sepse nuk ka kohë që vjen, e që nuk është më e rëndë, më e keqe, më e vështirë, se sa koha paraprake, derisa ju të takoni Zotin tuaj. Prandaj, të nderuar teleshikues, ka qenë praktike Muhamedit alayhis salatu wassalam që të kërkojmë mbrojtjen e Allahut nga këto sprova, dhe na ka mësuar edhe neve që të kërkojmë mbrojtjen e Zotit nga sprovat. Ka thënë kësaj, ta'awwadhu billahi min al-fitan ma dhahara minha wa ma batan. Kërkojeni mbrojtjen e Allahut nga sprovat, nga ato që janë të dukshme dhe ato që janë të padukshme. Pra, lutuni që Allah t'ju mbroj prej tyre, sepse vërtet përfshirja në to, bërja pjesë e tyre, ose Allah na ruaj të qenit aktiv në to, mund të ketë pasojë të mëdha. Këto sprova, të nderuar teleshikues, vëllezër dhe motra, janë jo për të nënvlerësuar. Pra, rreziku i tyre është aq i madh sa që Muhamedi alayhis salatu wassalam në një prej atyre këshillave të tij ka përshkruar se njeriu ndodh që në mbrëmje të jetë besimtar, ndërsa ta qelë sabaho duke qenë jo besimtar. Ose kundërta, është zgjuar si besimtar, e ka falë namazin sabahut, ndërsa në mbrëmje ka ndrruar fenë e tij. Çka thon Muhamedi alayhis salatu wassalam, yabi'u dinahu bi aradin min ad-dunya. E shet fenë e tij për pak gjë. Pra, për pak gjë e shet tek mbrëmje, e ndron fenë e tij, e ka shitur fenë e tij. Prandaj këto sprova janë të këtilla, janë të rrezikshme, dhe ne si besimtarë na duhet që të kemi kujdes dhe të mos përfshihemi në to. Ajo që kërkohet prej nesh është që të vazhdojmë të qëndrojmë të bashkuar,
të vazhdojmë ta ndihmojmë dhe përkrahim njëri tjetrin, sepse ndarja e përçarja, që është një prej këtyre sprovave, nuk është ajo që kërkon feja prej nesh. Nuk është ajo që feja na mëson, përkundrazi, feja na mëson që ne të jemi bashkë e jo të ndahemi me njëri tjetrin. Kështu e kanë interpretuar sprovën edhe të parët tanë. Pra, për rrezikun e saj kanë folur edhe shokët e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Do doja që citoj njërin prej tyre, dietarin e madh, Abdullah ibn Mesudin, Allah të qoftë i kënaqur me të, i cili ka thënë kësaj: kam frikë për ju sprovat të cilat do të jenë sikurse duhani, sikurse tymi. Pra, kur ndodh tymi, ne nuk shohim përtej tij, gjërat bëhen të paqarta. Prandaj kur ndodhin këto sprova, ne nuk mund të shohim përtej tyre. Prandaj edhe duhet të kemi kujdes. Ka thënë ky sahabi nderuar, në këto sprova vdes zemra ashtu si vdes edhe trupi. Pra janë të rrezikshme nga se ato atakojnë vlerat shpirtërore, atakojnë besimin. Kështu që një besimtar duhet të ketë kujdes sepse gjërat bëhen të paqarta. Madje shumicës së njerëzve i bëhet e pamundur që ta dallojnë të vërtetën nga e pavërteta. Kështu që duhet të kenë maksimal. Në të vërtetë, sprovat të nderuar vëllezër dhe motra nënkuptojnë atë kohën ose atë momentin ose ato rrethanat kur vlerat fillojnë që të përmbysen. Vlerat fillojnë që më të mos jenë ato që kanë qenë dikur. Njëri nga shokët e Muhamedit alayhi salatu wassalam, Hudhaifa, Allah të qoftë i kënaqur me të, ka thënë: kush ka dëshirë që ta dalloj, nëse është i prekur nga kjo sprovë, nga kjo smundje, nga simptomat e sprovës, atëherë le të shikoj se atë që deri dje e ka konsideruar për haram, sot apo e konsideron për halal apo jo. Ju mund gjeni njerëz të shumë, të cilët mund t'i keni dëgjuar me veshët tuaj, që për gjërat caktuara ju kanë thënë se Allahu dhe i dërguari i tij kanë thënë se kjo është e ndaluar. E pastaj i vreni tek kthehen dhe i lejojnë këto gjëra. Pra, përmbysen kriteret, përmbysen vlerat. Prandaj ajo që deri dje ka qenë ndaluar, sot fatkeqësisht mund të jetë bërë për ta e lejuar, dhe kësaj këta njerëz janë të prekur nga fitneja, janë të prekur nga sprova. Prandaj edhe kjo formë, pra përmbysja këtyre kritereve e këtyre vlerave konsiderohet si shenjë e prekjes nga sprova. Ajo që kërkohet prej nesh, sipas këshillave të sahabeve, të shokëve të Muhamedit alayhi salatu wassalam, është që në kohë të sprovave, ne përderisa të gjithë mund të jemi viktima të tyre, atëherë kërkohet që të gjithë t'i kapim për dore ata që mund t'i ndezin këto fitilin e këtyre sprovave. Ata që mund t'a ndezin zjarrin e sprovave, ne duhet t'i ndalojmë sepse po i lejuam, të gjithë do të bëhemi viktima të tyre, dhe këtë e ka thënë pikrisht njëri nga sahabët, Nu'man ibn Bashir, Allah të qoftë i kënaqur me të, pasi që e ka përcjell hadithin e Muhamedit alayhi salatu wassalam, në cilin është përshkruar se njerëzit në raport me urdhërimin për të mirë dhe ndalimin nga e keqja janë sikur udhëtarët që janë në një anije. Një pjesë janë lart, ndërsa pjesa tjetër janë poshtë në kuvert, dhe nëse kjo pjesa sipër i lejojnë këta që janë poshtë që të hapin një vrim për të marrë ujë në det, atëherë anija do të fundoset dhe të gjithë do të fundosen dhe do të vdesin. Po kështu nëse ne i lëmë mendjeletët që ta ndezin zjarrin e fitneve, zjarrin e sprovave, atëherë ne të gjithë do të jemi viktima të tyre. Allahun e lutim që Allah të na mbrojë prej këtyre sprovave, dhe ne do të bëjmë një pauzë të shkurtër këtu, të nderuar teleshikues,
për të vazhduar me lejen e Allahut në pjesën e dytë me shpjegimin e këtyre këshillave të bukura që imami ynë, Imam Dhahabiu na i ka dhënë për të mbrojtur prej sprovave. Qëndroni me ne. Ja u kthyem sërish me lejen e Allahut për të vazhduar me shpjegimin e këshillave të Imam Dhahabiut përkithazi me mënyrën e mbrojtjes nga fitnet. Në pjesën e parë të nderuar teleshikues, u munduam që në një farë mënyre të ofrojmë një përmbledhje rreth rrezikut të sprovave. Pra, për ta shpjeguar, për ta kuptuar rëndësinë që e kanë këto këshilla, atëherë duhet ta shikojmë se për çfarë po bëhet fjalë. Dhe ne e ofruam pikërisht me këtë qëllim të përmbledhje rreth rrezikut të sprovave, në mënyrë që këto këshilla t'i marrim në konsiderat të veçantë. Këshilla e parë cilën imami ynë e ka dhënë është për të mbajtur për sunetet. Sa herë që ndodhin sprovat, nëse ne duam që të shpëtojmë, atëherë ka një rrugë që mund ta trasojmë. Dhe kjo është rruga e të dërguarit të Allahut. Është rruga e sunetit. Imam Maliku, Allahu mëshiroft, kur fliste për sunetin, thoshte se sunetin kuptimin e këtyre kohrave të turbullta, e këtyre trazirave, e këtyre sprovave, i ngjan anijes Nuhut alayhis salam. Ai që ka hypur në anijen e Nuhut ka shpëtuar nga tufani. Dhe ai që hipën në anijen e sunetit, ai shpëton nga këto sprova. Prandaj, ne të nderuar vëllezër, nëse i mbahemi sunetit të Muhamedit alayhis salatu wassalam, ne e kemi trasuar një rrugë të duhur për të mbrojtur nga sprovat. Dhe këtë ne ka thënë vetë i dërguari i Allahut, Muhamedi alayhis salatu wassalam, i cili në një prej porosive të tij ka thënë në mënyrë tekstuale kësaj: Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan kathira. Vërtet, ai që jeton prej jush pas meje do të jetë dëshmitar i ndryshimeve të shumta që do të ndodhin. Fa alaykum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rashidin. Prandaj, në këto kohra të turbullta, të ndryshimeve të mëdha, ju duhet të mbaheni për sunetit tim dhe sunetit të Ebu Bekrit, Omerit, Othmanit dhe Aliut. Sunetit të khulefave, të prizve, të udhëzuar dhe të drejtë. Tamassaku biha, mbahuni për sunetit, wa addu alejha bin nawajid, dhe në mënyrë figurative, ka thënë Muhamedi alayhis salatu wassalam, kapeni me dhëmbal, pra mos ju ndani në asnjë formë dhe në asnjë mënyrë sunetit. Arsyeja se pse ne duhet të mbahemi sunetit, është se në sunet neve na ofrohen këshilla, na ofrohen udhëzime, na ofrohen rekomandime. Në sunet ne mësojmë për mënyrën se duhet të gjendemi në situata të këtilla. Në sunet ne të vërtet jemi, siç ka thënë Imam Maliku në një anije, ose siç ka thënë Muhamedi alayhis salatu wassalam, edhe më mirë edhe më bukur, jemi brenda një kalaje, jemi brenda një fortifikate, jemi brenda një shtëpie në cilën ne jemi të sigurt. Ka thënë Muhamedi alayhis salatu wassalam, al-ibadatu fil harj ka hijratin ilay. Ata që e adhurojnë Allahun në kohë të fitneve, në kohë të vrasjeve, në kohë të krimeve dhe vrasjet e shpeshta janë një prej treguesve të këtyre fitneve, ata që zgjedhin të adhurojnë Allahun në këtë kohë, janë sikur ata që kanë migruar tek unë. Pra në qoftë se ne mbahemi sunetit tani, është sikur të kemi migruar fizikisht në Medinë, ku ka qenë Muhamedi alayhis salatu wassalam. Dhe nëse në Medinë, në praninë të dërguarit të Allahut, ne do të kishim pasur mundësinë që ta ruajmë fenë tonë më së miri, sepse për çdo gjë do ta kishim konsultuar atë,
Atëherë tani që ai më nëkush fizikisht mesin ton, le t'i drejtohemi sunetit të tij, le t'i drejtohemi këshillave të tij, sepse jemi pranë tyre, sikur të kishim qenë fizikisht pranë dashurit ton. Nderuar vëllezër, besoj se nuk ka kohë në të cilat disa prej kuptimeve kuranore marrin trajt më të qartë dhe janë më këshilluese se sa në kohë të sprovave. Allahu te bareke ve teala kur urdhron e thot: "Fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum", për Zotin tënd. Ata nuk kanë besuar në qoftë se ty nuk të marrin për arbitër, për gjykatës në çështjet për të cilat nuk pajtojnë. Konsideroj se ky ajet dhe ajeti kuranor: "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu", atë që i dërguari i Allahut u jep, merreni, dhe ajo që ai ju ndalon prej saj, largohuni prej saj. Si dhe ajeti: "Falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim", ata që e kundërshtojnë të dërguarin Allah, le të kenë frikë një fitnë, një sprov, një dënim të dhëmshëm që mund t'i godet, një fatkeqësi dhe një dënim të dhëmshëm që mund t'i godet ata. Konsideroj se këto ajete nuk tingëllojnë më fuqishëm se sa në kohë të sprovave. Pra, nëse ne duam që të jemi besimtar të vërtet, nëse ne duam që të mos kemi fatkeqësi dhe dënim nga Allahu te bareke ve teala, atëherë le të mbahemi sunetit të Muhamedit alayhi salatu wassalam, veçmas në kohë të sprovave, sepse është zgjidhja më e mirë, është rruga më e sigurt. Suneti na ofron pranë sigurisë, na ofron pranë të vërtetës, ashtu siç do të ishim në gjallë të Muhamedit alayhi salatu wassalam. Prandaj, të nderuar vëllezër, jo rrallë gjejmë ne dietarët më të mëdhenj tek porosisin që suneti të jetë para çdo gjëje. Do doja të filloja me imamin e madh, me imamin e ehli sunetit, imamin Ebu Hanife, Allah mëshiroft, i cili ka thënë kësaj: "Lëreni fjalën time për fjalën e Allahut." Pra në qoftë se ka një ajet dhe fjala ime bie ndesh me të, lëreni. Lëreni fjalën time për fjalën e dërguarit të Allahut dhe lëreni fjalën time për fjalën e sahabeve. Pra, përderisa kemi ajet kuranor, përderisa kemi hadith, përderisa kemi fjalë të sahabeve, atëherë fjala e askujt nuk mund të vjen para fjalës së Allahut xhallahu ala. Fjala e askujt nuk mund të vjen para fjalës së Muhamedit alayhi salatu wassalam. Fjala e askujt nuk mund të vjen para fjalës së shokëve të Muhamedit alayhi salatu wassalam. Imam Maliku, Allah mëshiroft, imami i Medinës, ka thënë: "Çdo kujt i mirët dhe i lihet fjala, përveç të dërguarit të Allahut." Ne jemi gjithë njerëz, mund t'ja qellojmë dhe mund të gabojmë, ndërsa Muhamedi alayhi salatu wassalam ka qenë njeri, por ka qenë njeri cilit i është shpall nga Allahu te bareke ve teala. Prandaj Allahu ka thënë që Muhamedi alayhi salatu wassalam nuk flet nga hamendja, nuk flet nga koka e tij, por flet nga ajo që Allahu te bareke ve teala i ka shpall atij. Prandaj fjala e tij nuk lihet. Fjala që është përcjell tek ne në mënyrë të besueshme, fjala e tij nuk lihet. Imam Shafiu, Allah mëshiroft, dietari i madh dhe i pakontestueshëm, ka thënë se dietarët musliman janë unik dhe janë të nuk dallojnë njëri prej tjetrit, se në momentin që dikujt i bëhet e qartë se një gjë e caktuar është sunet, është fjalë nga Muhamedi alayhi salatu wasallam, atëherë ai nuk duhet që fjalën e dërguarit të Allahut ta lërë për fjalën e askujt. Imami i madh, Imam Ahmedi, Allah mëshiroft, ka thënë se dikush i ka thënë për një mendim të caktuar.
Ka thënë, ju që po përcjellni fjalët dhe mendimet e të tjerëve, dijeni se fjala e Muhamedit alayhi salatu wassalam është para çdo kujt tjetër. Dhe ua ka kujtuar ajetin që ne e cituam, falyahdharil ladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim. Le të kenë kujdes, le të friksohen ata që e kundërshtojnë të dërguarin e Allahut, se mund që të preken nga ndonjë fatkeqësi ose dënimi i Allahut te bareke ve taala. Pra ne duhet që sunetit t'i përmbahemi nëse duam që të shpëtojmë, sepse vërtet nuk ka rrugë e cila na shpëton, e cila na bën të ndihemi më të sigurt pa ju ekspozuar këtyre rreziqeve se sa rruga e librit të Allahut e Kur'anit dhe rruga e traditës së Muhamedit alayhi salatu wassalam. Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë kësaj: "Wa qad taraktu fikum ma lan tadhillu ba'da in i'tasamtum bih." Në mesin tuaj kam lënë atë që ju nëse i përmbaheni, nëse mbroheni me të, kur nuk do të devijoni. Kitab Allahi wa sunnet e nebije, në mesin tuaj e kam lënë Kur'anin, fjalën e Zotit, dhe e kam lënë sunnetin e të dërguarit të tij. Pra Kur'ani dhe sunneti janë gjërat që nëse ne vazhdojmë rrugën tonë, duke i përmbajtur udhëzimeve të tyre, atëherë me lejen e Allahut kur nuk do të devijojmë dhe nuk do të humbasim. Këshilla e dytë e Imam Dhahebit sa i përket qëndrimeve tona në kohën e sprovave është që ne të heshtim gjatë. Pra, nëse nuk përfshihemi fizikisht, atëherë të mos përfshihemi as verbalisht, mos përfshihemi as me gjuhën tonë, as me fjalët tona. Edhe nëse qëndrojmë në shtëpi, atëherë në kohë të sprovave ne duhet që të heshtim dhe të mos përfshihemi në asnjë mënyrë. Kjo për faktin se, siç ka thënë Muhamedi alayhi salatu wassalam, gjuha është vërtet e rrezikshme dhe se aktharu khataaya ibn Adam fi lisani, shumica e gjunaheve dhe gabimeve të njerëzit janë të lidhura me gjuhën e tij. Prandaj nëse duam që të shpëtojmë, atëherë duhet që të heshtim. Ka thënë Muhamedi alayhi salatu wassalam, man samat naja. Ai që hesht ka shpëtuar. Këtë e ka thënë në mënyrë të përgjithshme, mirë po ky hadith ose kjo këshill e bukur profetike merr kuptim edhe më madhështor në kohën e sprovave, në kohën e fitneve. Nëse ne duam që të shpëtojmë, atëherë heshtja është zgjidhja më e mirë. Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë: "Inna as-sa'ida laman junniba al-fitan." Vërtet, i lumtur me kuptimin e plot të fjalës është ai që shmanget dhe largohet nga sprovat. Pra nuk duhet përfshirë në asnjë formë, as në kuptimin fizik, mirë po as në kuptimin verbal. Nëse nuk merr pjesë fizikisht, atëherë mos u përfshi as me gjuhën tënde. Hesht, thjesht mundohu që ta ruash veten tënde. Kujdesu për veten tënde. Muhamedi alayhi salatu wassalam në një hadith ka thënë: "Ilzam bejtek wamlik alayka lisanak." Qëndro në shtëpinë tënde dhe ruaje gjuhën tënde. Pra në kohën e sprovave, as përfshirje fizike dhe as përfshirje verbale. Thjesht qëndro në shtëpinë tënde, e adhuron Allahun te bareke ve taala dhe hesht me gjuhën tënde, nuk bëhesh pjesë as direkte dhe as indirekte e këtyre sprovave. Po kështu këshill e veçantë e dietarit ton të madh, imamit Imam Dhahabiut, është që ne në këto sprova të mundohemi që gjërat cilat janë të parëndësishme, nuk kanë ndonjë interes fetar për ne, t'i shmangim a priori. Jo vetëm që heshtim, por edhe gjërat që mund mos jenë të rëndësishme, që nuk kemi ndonjë përfitim fetar për tyre, atëherë ne largohemi nga se siç e dini Muhamedi alayhi salatu wassalam
kur flet për shenjet e një islamit të pjekur tek besimtari, përmend edhe braktisjen e gjërave që nuk janë të rëndësishme për të. Braktisja e këtyre gjërave ka një rëndësi të veçantë, sepse muslimani nuk merret me atë që dëmton. Përkundrazi, në vend të saj merret me gjëra që janë të dobishme. Dhe në këtë kohë më dobishme se adhurimi, nuk ka ndonjë gjë. Këshillë tjetër e imamit ton, imamit të madh, Imam Dhahabiut, është që në këtë kohë, siç përmendëm, si cituam sahabiun e nderuar, Abdullah ibn Mesudin, Allah qoftë i kënaqur me të, në këtë kohë kur gjërat janë sikur në tym, pra që nuk duken qartë, atëherë nëse kemi ndonjë gjë që është e tillë, të mos ngutemi me gjykime, me vlerësime, me nxjerrje të përfundimeve, mirë po t'i referohemi fillimisht Kur'anit dhe Sunetit, t'i referohemi dietarëve e pastaj të nxjerrim përfundime. Allahu ka thënë: "Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir." Nëse ju e besoni Allahun dhe besoni se do të ktheheni tek Allahu, atëherë për gjërat që ju nuk pajtoni, në qoftë se keni ndonjë polemik, ndonjë debat, ndonjë çështje për të cilën nuk keni një mendim, atëherë atë çështje ktheheni tek Allahu dhe i dërguari i tij. Referojeni Kur'anit dhe Sunetit në mënyrë që ju ta merrni mendimin e mirë, ose ta keni të qartë se si duhet trajtuar një çështje e caktuar. Po kështu Allahu te bareke ve teala ka thënë: "Wa ma ikhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah." Në qoftë se ka ndonjë gjë për të cilën ju nuk pajtoheni, atëherë duhet që të referoheni Allahu te bareke ve teala, duhet të referoheni Kur'anit, sepse gjykimi për të është tek Allahu te bareke ve teala. Po kështu Allahu ka thënë në Kur'an: "Wa idha jaa amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bi." Kur atyre t'ju vjen ndonjë lajm që ka të bëjë me sigurinë ose frikën, ata duke mos qenë vetëdijshëm për pasojat, e përhapin atë lajm. Ndërsa thot Allahu: "Walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum." Ndërsa walau radduhu ila ar-rasuli, sikur atë t'ia kthenin të dërguarit të Allahut, pra t'i referoheshin të dërguarit të Allahut, të konsultoheshin me të, ose me dietarët, atëherë ata do dinin që nxjerrnin përfitime dhe përfundime të duhura. Pra në kohë të këtilla ne i referohemi Kur'anit, i referohemi Sunetit dhe i referohemi dietarëve të Zot, dietarëve që janë në referencë, të cilët na bëjnë të qartë se çfarë synohet me këtë ajet, çfarë synohet me këtë hadith. Pra jo thjesht ne që ta marrim Kur'anin dhe Sunetin dhe t'i interpretojmë ashtu siç na merr mendje, sepse jo rrallë ndodh që në këto kohra të nderuar vëllezër dhe të respektuara motra, jo rrallë ndodh që ata që përfshihen në këto sprova ta bëjnë duke ju referuar Kur'anit dhe Sunetit, ose thënë më qartë duke e interpretuar Kur'anin dhe Sunetin sipas çësjes së tyre. Jo, ajo që neve na duhet është të referohemi dietarëve, të cilët janë pa ngjyrime të caktuara ideologjike, dietarë që janë thjesht dietarë të Kur'anit dhe Sunetit, dietarë që e ndjekin me përkushtimin më të madh Kur'anit dhe Sunetin, tek të cilët ne gjejmë këshillat e vërteta, këshillat se si duhet vepruar në këtë kohë. Dhe këshilla e fundit që dietari ynë i madh Imam Dhahabiu ka dhënë, Allah mëshiroft, është këshilla që ne, nderuar vëllezër, në këtë kohë të themi sa më shumë për gjërat që nuk e dim, Allahu e di më së miri. Pra ka shumë gjëra që mund të na duken se nuk janë të qartë, ose që ne nuk kemi një
një dije, një mendim të caktuar për to, prandaj para se të flasim ose të japim ndonjë gjykim, ajo që ne duhet të themi është që Allahu e di më së miri. Dhe kjo ka rëndësi teje të madhe. Për faktin se, siç ka thënë hoxha i nderuar Abdulrahman bin Nasir Saadi, kjo flet për fenë që ka ky hoxh. Pra, nëse ju e gjeni një hoxh i cili për çështje të caktuara thotë se unë nuk e di këtë gjë, Allahu dhe i dërguari i tij e din, atëherë kjo është një prej atyre shenjave se ky njeri po e ruan veten e tij, për faktin se nuk flet për gjëra që nuk ka dije. Dhe kjo as pak, siç ka thënë hoxha i nderuar Allah mëshiroft, Abdulrahman bin Nasir Saadi, as pak nuk ja ul vlerën një hoxhe. Përkundrazi, e bën referencë edhe më të besueshme, sepse për gjërat për të cilat jep përgjigje, atëherë ai ka dije. Pra, aty ku na ofron një përgjigje, na ofron në bazë të dijes. Dhe kur thotë se nuk e di këtë, ai në radhë të parë tregon se sa është i ruajtur, ndërsa në rastin e dytë, kur na ofron një përgjigje, atëherë na ofron një përgjigje në bazë të dijes, që ka. Nderuar vëllezër, do doja që ta përmbyll me një këshill të artë nga Hasan Basriu, Allahu mëshiroft, i cili bën thirrje që në kohë të sprovave ne t'i referohemi dietarëve. Ne veç përmendëm këshillat e imamit ton, Imam Dhahabiut, i cili na porosit që për gjërat që ne nuk i dim, t'i referohemi Kur'anit dhe Sunetit. T'i referohemi dietarëve të cilët din t'i lexojnë Kur'anin dhe Sunetin më mirë se sa ne. Sepse duke ju referuar atyre, ne marrim mësimet më të mira. Në fakt, dietarët, siç ka thënë Hasan Basriu, janë vizionarë. Ata i shohin dhe i hetojnë sprovat dhe fitnet para se të vinë. Prandaj japin aq shumë këshilla që ne ta ruajmë veten tonë, që ne të mos përfshihemi në to. Ndërsa të tjerat e marrin vesh se ka ndodhur një sprov, një fitne, vetëm kur të ketë mbaruar ajo. Prandaj do doja që ta këshilloj veten time së pari, dhe gjithë juve të nderuar teleshikues, që në kohë të këtilla ne të heshtim, ne të mos përfshihemi as fizikisht dhe as verbalisht, ne t'i referohemi dietarëve të dëshmuar, të cilët ne sqarojnë Kur'anin, ne sqarojnë Sunetin, sepse kështu e ruajmë fenë tonë, e ruajmë gjën më të madhe. Po dua t'ua them nga zemra, ne mund të humbim çdo gjë, mund të humbim pasurinë, mund të humbim shtëpinë, mund të humbim anëtar të çmuar të familjes. Dhe këto janë sprovat që kalojnë dhe ne shpërblemi për to. Ndërsa nëse humbasim fenë, gjë që rrezikohet më së shumti në këto sprova, për Zotin kemi humbur gjën më të shenjtë, gjën më të çmuar, prandaj na duhet që të ruhemi shumë. Allahu më los për veten time dhe për gjithë ju, secilin veç e veç, që Allah të na ruaj në këto sprova, Allah të na ruaj besimin, Allah të na mundsoj që të vazhdojmë me besim të drejtë derisa ta takojmë atë. Allahu na pas në mbrojtjen dhe sigurinë e tij. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.